Ti po thuj që zona është e bukur, po keni mungesë. Çfarë të mungon ty nane këtu për shembull? Vibor, sunt dalë, sunt punoj. Po çfarë mungon ty këtu? Fëmijët i keni migracion? Jo. Nuk po, më shumë kam ata kanë. Ka dalë ashtu si herë. Këtë që unë kam shkollë. Në bashkë. Shumë mirë. Të guri zithët. Po na ujë skemi, jon skemi. To po ujë pasan. Domethënë janë këto problematika. Po pensioni juaj sa është i plotësueshëm për kërkesën nevojën që ke ti, pensioni që ke? Jo. 100.000 lekë më ato të ndalë ilaçe. Pra pensioni është shumë i ulët në krahasim me nevojën. Shumë. Nuk ndel. Tani me ilaçe më sa nuk ndel. Me çfarë të ardhurash mbijetoni? As mos jemi na hiç. Pra, merreni me bujqësi, blegtori, keni pemtari, pra shisni. Po vajt për më të këna pa ujë, pasan. E kuptoj. Dhe që jetë zbajë, gjaja, pra shi nga zoti, duhet më të më. Me çfarë të ardhurash ju specifikisht jetoni? Përveç pensionit që thatë është shumë i ulët. Pra pensioni ju mjafton që të jetoni domethënë plotësisht me kushtet? Jo. Nuk ju del pensioni. Jam 5 vetëm 100.000 lekë, ku kujt do thej? Pra po thoni ju përveç pensionit tuaj nuk keni të ardhura të tjera në familje? Po si arrini t'ja dilni? Ka tham. Ka shkaj. Ja shumë më kushet që farë. Kur thoni 5 veta, keni njerëz të tjerë në familje, pra bashkëshortin. Kam nuk se dhe qune ka qune. E kuptoj. Nuk dhe, 5 vetë më me. E kuptoj. Fëmijët shkollohen këtu pranë? E marrë dhe pasan për të tjere. Këto të vegjit besoj. Çfarë do kërkoni ju nga shteti ose nga ata që ju dëgjojnë për të përmirësuar këtu që ju të krijonet më shumë të ardhura? Për shembull, me çfarë mund të merreni ju tjetër këtu që të krijoni të ardhura shtesë, që ju afron zona? Asgjë. Pra nuk mund të ofroj për shembull blegtorin, bujqësin, pemtarin. Nuk bëj se s'ka unë. Pemtarin nuk bëj. Nuk bëhet, domethënë, nga ana e kushteve. S'ka kushte. Mirë, shumë faleminderit. Jetë gjatë edhe inshallah u bëft më mirë. Na shoh duhet bëjmë mirë po.